Një nga gjërat më qesharake të procesit të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj është sjellja e avokatëve, shtyrja e seancave përtej publikimeve anonime në media, ku shpesh thuhet përfaqësues të ligjor të Erion Veliajt, por ka raste që ka pasur të tilla reagime, siç CNA e ka zbërthyer, kanë qenë vetë avokatët që i kanë mohuar ato. Le të shohim një fakt tjetër. Erion Veliaj dhe avokatët e tij thonë se ai është mbajtur padrejtësisht dhe pa akuzë në burg, ndërkohë që ka 5 muaj, pra nga data 24 korrik, që çështja e kryebashkiakut ndodhet në gjykatë dhe vazhdon të shtyhet. Kuptohet se çështja është Strasburgu. Shkelja e të drejtave të njeriut, pse mbahet në kafaz, pse nuk i printojnë aktet e të tjera kleçka që nxirren me qëllim vetëm procesin në Strasburg. Të shohim një fakt shumë të rëndësishëm, atë që pretendon kryebashkiaku. Aktet të më vendose në dispozicion të më printohen. Në fakt ka një detaj shumë të rëndësishëm që Erion Veliaj e di dhe avokatët e din shumë mirë. Ata i kanë firmosur aktet në 24 korrik të vitit 2025, ka qenë ditë e njëjtë, dhe i kanë marrë me proces verbal. Gjithashtu në seancat e zhvilluara, për aq sa janë zhvilluar avokatët, edhe pse janë ndryshuar, kanë deklaruar se janë njohur me aktet. I pandehur Erion Veliaj pretendon se nuk është njohur ai me aktet, avokatët janë njohur me aktet, i kanë ato. Atëherë debati që kërkon të bëjë Erion Veliaj është mi printoni ju se e keni për detyrë të më jepni mua. Në fakt Erion Veliajt ja kanë dhënë dhe ligji e parashikon shumë qartë se si jepen aktet. Erionit ja kanë dhënë në versionin elektronik dhe u janë dhënë avokatëve të tij. Ka 5 muaj. Pse avokatët e Erion Veliajt nuk i printojnë aktet? Në një nga seancat gjyqësore avokatët thanë edhe një shprehje tjetër, pse me karrocë do të shkojmë ne në burgun e Durrësit? Nuk ka nevojë të shkojnë me karrocë. Po i tregojmë një foto. Kjo është fotoja e një pakuje letre që ka 500 faqe dhe për të kursyer mund të printohen nga të dyja anët, që do të thotë 1000 flet në këtë pako. Ka disa kuti që mbajnë 10 pako të tilla. Mjafton të shkojmë me një kuti si kjo që shihni në foto, e cila mban 5000 flet apo 10.000 faqe, dhe për të shkuar për t'i çuar aktet Erion Veliajt, avokatëve do t'u duhen 6 kuti të tilla. Në 6 kuti mund t'i futin të gjitha aktet Erion Veliajt të printuara në të dyja faqet. Kjo është një llogari e thjeshtë. Këtë nuk e bëjnë avokatët, nuk e bëjnë se nuk duan, nuk e bëjnë se janë të paaftë, nuk e bëjnë se nuk do Erioni t'i marrë aktet për të bërë cirk në gjykatë, cila është e vërteta. Për t'i printuar mjafton të shkosh në një kancelari, në një shtyp shkronjë. Mund të printosh 5 deri në 10.000 faqe në ditë pa asnjë problem. Një komand print i vendosim në një kuti me letër që mban 5.000 apo 10.000 flet, printoje nga të dy anët për 4 deri në 5 ditë me ngadalësinë maksimale dhe printimi është i kryer dhe më pas mund t'i çohen nga një kuti Erionit se ai nuk lexon dot 10.000 faqe në një ditë, por mund të shfletoj me qindra, me mijëra për ditë. Kështu që i gjithë ky proces, po të bësh një llogari të thjeshtë, do të kërkonte 3 deri në 4 ditë printime të vendosura në 6 deri në 10 kuti maksimumi, po e quajmë të cilat nuk kërkojnë ndonjë angazhim më të madh se 10 deri në 12 ditë maksimumi. Në këtë të hënë të 15 dhjetorit, jemi 143 ditë nga data që Erion Veliajt i është çuar akuza në gjykatë dhe avokatët kanë marrë aktet në dorëzim. Në 143 ditë mjaftonte t'i kishin çuar për 13 ditë apo për 23 ditë dhe Erion Veliaj do të kishte 120 ditë kohë t'i lexonte, t'i shfletonte, janë akte, firma, vendime, proces verbale që kryebashkiaku i di mjaft mirë. Tani pyetja rishtrohet, pse nuk ja printojnë aktet avokatët? I kanë ata dhe prokurorët. Pse nuk ja printojnë këta avokatët e mirë që një zot e di për çfarë u paguakan? Se ti jesh avokat dhe të mos i paguash as aktet klientit, ku paguash me qindra mijëra euro pa folur për studiet e huaja të lobimit, është çudi e madhe. Kaq keq që nga avokatët e zotit Veliaj, sa nuk kanë para t'ja printojnë aktet. Çështja është, a do Erion Veliaj të njihet me aktet, sepse në thelb problemi qëndron te fakti që avokatët janë njohur me aktet, ndoshta i kanë të printuara ato, por Erion Veliaj nuk i pranon, kërkon t'ja ja prokuroria apo gjykata, megjithse ja kanë dhënë, por ai nuk pranon t'i marrë në këtë formë. Pra Erion Veliaj e do bananen, por e do jeshile, t'i pishet me kohën, jo të verdh, siç ja kanë dhënë me një vendim gjykate. Tani avokatët duhet të thonë pse nuk ja printojnë dhe nuk ja çojnë aktet Erion Veliajt sipas formatit që ju treguam më sipër, me disa kuti duke ja printuar shpejt e shpejt në studiet e tyre të mëdha ligjore, që kanë dhe printera me kapacitete që 60.000 faqe mund t'i printojnë edhe për 24 orë.